Hotelit të Shkam i Kavajs nuk i konfiskohet, nuk i preket. Madje vazhdon të ndërtoj atë me njërën prej kompanive më prestigjioze, si që është kompania Accor, në praktikën e Edi Rams, për të mbuluar me çdo kusht me firma, paratë e tij të krimit, investimet e tij. Dënoi me forcën më të madhe këtë veprimtari, e cila dëshmon në mënyrë më flagrante se në këtë vend shteti dhe krimi janë një dhe vetëm një. Dhe se në krye të këtij aktiviteti përbashkët qëndron Edi Rama me interesat e tij kriminale dhe organizatën e tij kriminale. Sot gjithashtu duhet të dënoj me forcën më të madhe shpalljen non grata të gazetarit të shquar nga Maqedonia e Veriut, Valon Bele. Valon Bele është nga ata luftëtar të lirisë, i cili nuk ka nda për idealet të lirisë pendën nga pushka.